Dhe tani do doja të kaloja në panelin e turizmit të mikpritjes shqiptare, që i dedikohet promovimit turistik, akomodimit, marketingut, dhe ftoj në moderim zonjën Flora Xhemani Baba, si gazetare e specializuar në turizëm. Unë falenderoj si fillim shumë shoqatën e re të turizmit mjekësor të Shqipërisë, e cila menjëherë pas krijimit të saj vrapoi me 300 orë për të krijuar një summit, dhe nuk është kaq e thjeshtë në fakt që të organizosh kaq shpejt një summit të turizmit dhe mbi të gjitha një summit të profilizuar të turizmit shëndetësor, sepse të organizosh një summit turizmit të përgjithshëm, besoj se është më e thjeshtë për shkak se sektori i turizmit në Shqipëri tani është mjaftueshëm i fuqishëm për të gjetur element të vlefshëm për të krijuar një summit me vlera. Por unë kam që në mëngjes që po e ndjek summitin me shumë kërshëri dhe me shumë interes, dhe jam habitur jo vetëm nga shifrat, dim të gjithë ne, pra unë merrem me turizmin dhe e kam ndjekur nga shumë afër turizmin shëndetësor në përgjithësi, i cili ka filluar me turizmin dentar, dhe di që industria është zhvilluar shumë për shkak se teknologjia që ka hyrë është e fjalës fundit për rrjedhoj e fuqishme. Unë kam në panel sot miq të mit, në fakt, më erdhi shumë mirë kur i pash emrat, se isha pak e emocionuar se nuk e dija se si do sillesha, po Zakun dhe Fatosin i kam mbështetës që në hapa tona të para. Kam në dorë revistën time, që është revista Travel, po përfitoj nga rasti të bëj pak publicitet. Është revistë që ka 15 vjet që botohet dhe që e ndjek nga afër këmba këmbës zhvillimin e turizmit shqiptar, e gjithashtu edhe zhvillimin e turizmit shëndetësor, dentar, estetik, e gjitha me radhë. Kështu që do përfitoja nga rasti që t'ju bëja një ftesë miqësore të gjithëve, se e kam të pamundur që t'ju ndjek, që të më kontaktoni nëse keni dëshirë të botoni artikuj dhe informacione që kanë të bëjnë me ecurinë e turizmit shëndetësor, do isha shumë e interesuar. Për të kthyer në panel, do doja ta filloja bisedën me një shifër që nëse nuk ma zuri vesh i gabim ishte 14 miliard euro, që ishte qarkullimi që bën sot turizmi shëndetësor në botë. Në mos gabohem, e tha Ulpiana në panelin e saj të parë. Shifër e cila synon drejt 100 miliard euro. Janë shifra të frikshme në kuptimin e mirë të fjalës, në qoftë se gjenerohen vetëm nga një sektor i turizmit. Imagjino pastaj se çfarë do të ndodhte sikur këto shifrat i bashkohen shifrave të turizmit Shqipëri, i cili gjeneron në vit diku rreth 5 miliard euro në Shqipëri, edhe që është afërsisht rreth 22% e prodhimit brendshëm bruto. Unë do t'ja drejtoja pyetjen e parë Fatosit, i cili është sot administratori i të paktën 7 hoteleve të markës tashmë brand i fuqishëm Fafa. A ka kërkesë të drejt për drejt të turizmit shëndetësor të juve, pra të klinikave, spitaleve dhe të gjithë emrave të rëndësishëm, për të komunikuar drejt për drejt për të sjellë turist dentar ose shëndetësor ose estetik në resort? Dhe nëse ka, cilat janë këto shifra, dhe nëse nuk ka, a keni, po themi, një perspektivë të afërt për këtë gjë, pra për këtë lidhjen e ngushtë hoteleri, turizëm shëndetësor? Faleminderit Flora, faleminderit gjithë dhe përshëndes. Lidhur me pjesën e turizmit mjekësor, do të thënë është pjesë e turizmit në përgjithësi. Unë realisht nuk kam nuk kam do të thënë në një komunikim të drejt për drejt, do të thënë me aktualisht. Ka pas shumë kërkesa, do të thënë biles më kujtohet para 2 vjetësh, erën disa kompani, biles ishin perëndimore, një Gjerman, folëm gjatë, por nuk lidhëm do të gjë, biles ai do të bënte një klinikë rehabilitimi, ku në përgjithësi hotelet shqiptare, ju duhet ta dini, domethënë tashmë sidomos Durrësi, është një destinacion shumë i pëlqyer nga turistët e huaj. Nëse deri para 2 vjetësh kemi pas vetëm turistë lindor, po flasim për turizëm me garanci, me 4 muaj garanci. 2 vitet e fundit kemi një super kërkesë, domethënë nga tregu gjerman dhe tregu francez, të cilët janë prezent gjatë sezonit veror. Por ajo që ne na intereson, dhe unë sapo më bëftesa, domethënë isha
shumë mikpritës, ishte ideja që nëse ka vend për bashkëpunim, domethënë jo vetëm Fafa që jam unë, por edhe hotelet e tjera në Durrës, domethënë të krijojnë të gjitha kushtet e nevojshme për të bërë një turizëm dhe për të plotësuar të gjitha kërkesat që do ketë një turist i cili do marri shërbime mjekësore në Tiranë, Durrës, nuk ka problem. Ajo që është gjë pozitive është që jashtë sezonit turistik sidomos, sepse në sezon turistik atë periudhën 4 muaj unë pothuajse e kam të pamundur, domethënë edhe sigur çdo lloj çmimi, ndërsa jashtë sezonit turistik, ajo që sepse edhe qëllimi jonë është që ta shtym, ta bëjmë sa më gjatë sezonin turistik, mos ngelemi vetëm, kemi qenë 1 muaj gjys, 2 muaj, kemi vajtur 4 muaj, po vëmë dhe 5, të mos ngelet, domethënë ta bëjmë turizmin bregdetar, sidomos ta bëjmë gjithë vjetor. Dhe ky është tamam ai momenti i dur që në bashkëpunim edhe me ju, domethënë, hotelet e Durrës tash, hotelet Fafa po dhe hotelet e Durrës me domendja i krijojnë të gjithë facilitetet e nevojshme. Nuk ka, besoj se shumë pak hotele, po flasim për hotelet të mëdha që mos kenë spa. Unë fatmirësisht kam 3 spa, domethënë që do jenë si pjesë rehabilituese, domethënë për klientët tuaj, plus që do kenë çmime shumë favorizuese, domethënë jashtë sezonit turistik, sepse dihet që më mirë të mbajmë hapur dhe me fitime minimale se sa që të flasim hapur, se sa të mbyllim fare këto strukturat tona, kështu që mendoj që Durrësi është 30-40 km nga Tirana, edhe një turist, domethënë plus që u bën shumë vite që hoteleria shqiptare nuk është më e atyre e atij mentaliteti që funksiononte domethënë në mënyrë amatore, në çdo vit u bë gati 10 vjet domethënë që i shërben turistëve europian, kështu që nëse do ketë vend për bashkëpunim, patjetër që hotelet do t'i krijojnë të gjithë facilitetet e nevojshme çdo lloj turisti që do të vijë të marrë shërbime mjekësore në Shqipëri. Zak, unë kam një pyetje tjetër për ty që lidhet tani me, le të themi, hallkat e ofertës turistike. A do të ishte e mundur, ne dim që tregu është i lirë, klienti zgjedh ato që do, shumica e klientëve ose pacientëve, mund t'i quajmë si të turistëve. Domethënë, unë do preferoja që t'i quaja turist, sepse profesor Kastriot Boriçi tha një gjë shumë bukur, shprehja më lapidare që kam dëgjuar këtu, që në momentin që pacienti ynë zbret në aeroport apo në port, ai është i të gjithëve ne. Pra, është një turist i cili do haj, do pi, do flej, do shëtisi, do kaloj kohën e lirë, do kënaqet, do blej. Ne e dim, për fat keq, që në tregun turistik shqiptar që është shumë informal, shumica e turistëve ose pacientëve flejnë nëpër apartamentet Airbnb. Dhe mirë bëjnë, sepse edhe ajo është një ardhur në ekonomi dhe le të themi krijon mirëqenie për ata që i ofrojnë. A do të kishte një formulë perfekte, pavarësisht formulës së tregut të lirë, që të afronte klinikat, spitalet, qendrat shëndetësore, me hotelet e mëdha si Fafa, të cilat janë të lira në sezonin e ulët, për të krijuar një paketë turistike të unifikuar, që do të thotë, në momentin që ai zbret në aeroport, i ka të gjitha të paguara brenda paketës shëndetësore. E bëjnë disa prej klinikave dentare, me sa di unë, pra kanë oferta të plota turistike që e zbresin, që është një në momentin që zbret në aeroport e derisa niset pra ikën në vendin e tij, i ka të gjitha të organizuara bashkë me itinerare turistike e mëra. A do bëhej dot një gjë e tillë? Paraprakisht duhet të falenderoj organizatorët për këtë nisëm kaq interesante dhe a thënë drejtën një shtohet ngjyrave të turizmit shqiptar. Për ta kuptuar më mirë edhe për t'i dhënë një shpjegim, po ju them mja 2 shifra që ne kemi pavarësisht numrit të lartë të turistëve që vinë dhe mënyrës se si quhen turist apo jo, kësaj nuk po i hym, ne kemi një problem madhor, pra sezonalitet në lartë. Në 117 vende që raportojnë sezonalitetin, ne jemi në vendin e 108, pra 9 vendet e fundit. Dhe kjo kërkon në mënyrë emergjente zhvillimin e të gjithë llojeve të turizmit, aq më tepër që turizmi mjekësor është një turizm i cili mund të mos kërkojë sezonin, pra mund të përdori
pjesën tjetër të kohës, dhe nuk është vetëm thjesht një turizëm po themi, i atyre që ka nevojë vetëm për dentarin apo për mirësimet estetike, por lidhet edhe me turizmin e spa-ve, të cilët për thënë vërtetën ka hyrë në një hap shumë të rëndësishëm. Unë e kam dëgjuar këtë në 2009, kur një qeveria shqiptare thirrë një grup ekspertësh nga Franca, njëri ish ministri i Shirakut dhe tjetri ishte këshilltari i Shirakut, cilët pata fatin që t'i kem në hotel, po t'i kisha dhe klient përpara, që mbasi panë në Shqipërinë, ishte faza e krizës, pasi panë në Shqipërinë nga fillimi deri në fund, dhanë disa nga direktivat që duhet kishte parasysh, për të cilat pothuajse 100% që nga 2008 e në vazhdim dolën. Dy nga gjërat e rëndësishme ishte kjo që jeta do bëhet më e thjeshtë. Ju keni dëgjuar që ka reklama një makinë për një qytet, një makinë për 4x4. U thjeshtuan këto, domethënë njerëzit po marrin një makinë që ju duhet për llojin e punës. Tendenca për një shtëpi në plazh, një shtëpi në mal, edhe një qytet, dhe këto u thjeshtuan. Dhe pika tjetër e rëndësishme ishte kjo. Sa vjen njerëzit po kërkojnë më shumë shërbime për shëndetin, dhe ky do jetë revolucioni i madh i pothuajse të gjithë industrive që do dinë të kapin këtë element. Dhe fakti është që ndodhi kjo gjë, tani nuk bëjnë përmirësime estetike vetëm gratë, po hyn gati 100% dhe burrat, dhe kjo e bëri industrinë me ritmet më të shpejta të gjithë industrive të tjera në botë. Dhe e rëndësishme është kjo, domethënë që çmimet e larta, radhët e gjata në pritje për në vendet e Europës perëndimore kanë bërë të mundur që vende si Shqipëria apo dhe rajoni të kenë mundësi të përfitojnë nga çmimet, të përfitojnë edhe nga koha që ti shpejtohesh për ta bërë këtë veprim. Aq e vërtet është kjo, saqë në panelin pararës ku ishte Dorina Shamo, profesoresha nga Italia, solli këtu një shërbim që e mendonte të ri, ndërkohë që klinika e Dorinës kishte 3 vjet që e ofronte, që do të thotë teknologjia, po edhe përqafimi që ka bërë Shqipëria teknologjisë, ecën me hapa aq shpejta saqë ajo që ishte dje mund të konsiderohet e vjetër. Çfarë ndodh? Rajoni, për shembull Marizi, një nga zgjedhjet që ka bërë është ndërtimi i zonave mix use, që është porti Montenegro, edhe porti tjetër, dhe shërbimet aty janë gjithë përfshirëse, pra nga hotel me 5 yje, apartamente, vila, bare, restorante, pishina, spa, dhe po të shikosh ditën e premte apo të shtunë, kufiri me Shqipërinë është plot për t'ikur në Malzi, për të vetëm në arsye që ka mundësi të kenë dhe shërbime tjera që lidhen me pishinën, me spa-n, me trajtimet e trupit, me masazhet cilësore, dhe kjo tani është bërë më se domosdoshme. Sigurisht që është shumë e rëndësishme që ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, si tha dhe parafolsi, edhe ne kemi pasur mjaft kontakte me grupet e interesit, të cilët lidhen me moshat e treta që kanë nevojë për shërbime speciale, jo thjesht azile, jo në kuptimin e azile, por njerëz që për shembull në Gjermani, Austri, ka 5 muaj dimër, i cili, për të vërtetën, njerëzit që janë moshe tretë, pensionistë, nuk kanë më probleme kohë, mund të vinë 3, 1 muaj, 2 muaj dhe të trajtohen këtu me shërbime specifike, duke filluar që nga ato dentare, po edhe shërbime estetike, që edhe që lidhe me spa-n. Unë do bëj një, jo ndërhyrje të vogël për një plotësim, sepse kam frikë se mos e harroj, nga që kisha gjithë kohën që po e mbaja në kokë edhe e shënova që parë. Unë do t'i bëja një ftesë publike shoqatës, së sapo krijuar, që ndoshta në samitin e 2 të përfshirë turizmin e ligjave, sepse edhe ligjat janë turizëm shëndetësor,
nuk I pash sot prezent, domethënë nuk e di si funksionojnë, di që për shembull në Elbasan, pra në Trega, në Fushkruj, në Peshkopi, sidomos ka hotele modeste deri në të pranueshme për nga standardet krahasuar për shembull me hotelet e Bregdetit të Durrësit. Absolutisht nuk ka asnjë krahasim për nga standardi, por janë një turizëm që kryesisht është I atribuar vetëm moshës së tretë për çështje shëndetësore, reumatizma, ku diun. Mirë po, në disa prej këtyre ligjeve, edhe pse nuk mund të flas me kompetencë, sepse duhet profesionalizëm, ka një sër sëmundjesh të lëkurës, të shëndetit, të stomakut që kurohen me ujërat e ndryshme termale që në Shqipëri I kemi me shumicë dhe që do të ishte një ofertë shkëlqyer gjithvjetore për t'i ofruar këtyre lloj turistëve që ti përmend Zak. Pra turistëve të moshës së tretë të huaj që do vinin me shumë kënaqësi të qëndronin një muaj, fjala vjen në Elbasan, 50 kilometra larg nga kryeqyteti. Po pra, e tha dhe Fatosi që ne para 2 vjetësh kemi pasur lidhje, por nuk e quam dot deri në fund për shumë arsye. Shqipëria nuk ka konceptin e çmimeve të ndryshueshme, domethënë ishte ky një nga problemet me grupin e interesit që vinin nga Austria dhe nga Gjermania, por tani ka ndryshuar më. Domethënë shqiptarët e kanë kuptuar që nuk mund të çesësh dhe në dimër dhe në verë njësoj, nuk mund të çesësh dhe të shtunën dielën dhe të hënën njësoj, dhe ndoshta ka ardhur momenti që edhe ne të ndërthurim pasi një pjesë e mirë po themi e Bregdetit Shqipërisë ri bosh dhe mund punoj me kapacitetet kufizuara. Jo më larg se para disa muajsh qeveria miratoi strategjinë e turizmit 2025-2030, e cila ka një pikë të rëndësishme me luftë madhe. Ne duke biseduar dhe me ekspertët e huaj që u morën me strategjinë, arritëm të bindim qeverinë që turizmi është një industri jo gjithvjetore, pavarësisht nga dëshirat, dhe mundëm të marrim në strategji që qeveria të subvencionoj një pjesë të turistëve, një pjesë të punojësve sezonal, jashtë sezonit, të paktën siç bën Greqia, Italia, dhe ky premtim na bën mirë pasi një pjesë e mirë e kontingjentit, po themi të Durrësit, apo të mund të qëndrojë në punë, duke mbajtur pjesën më të rëndësishme të stafit dhe të përdorin këtë lloj metode me moshat e treta që të vinë dhe të kalojnë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj në verë. Po, përpara se t'ja jap fjalën Ardetës, të kërkoj ndjes që të lam kaq gjatë pa folur, do kisha një pyetje për sallën, nuk e di se kush do mund të më përgjigjej. Për shembull, kjo që sapo tha Zaku për çështjen e ndryshueshmërisë së çmimeve në sezone të ndryshme të vitit, a do ishte e vlefshme edhe për njësitë shëndetësore, pra klinika, spitale, klinika dentare, estetike etj, të cilat që të themi, pra për hir të së vërtetës duhet të thënë se nuk janë çmime të lira, sidomos për xhepin e konsumatorit shqiptar, po duke qenë se një pjesë shumë e mirë e juaja klientin e kanë kryesisht të huaj. Doktoresh Lida mund të na thot diçka. Unë jam gati që domethënë ta dëgjoj këtë gjë. Pra Fatosi e shprehu dhe besoj në emër të gjithë hotelierëve, sepse çmimet e hoteleve në dimër janë shumë më të lira se sa në verë. A do kishte mundësi të bëhej një kombinim I tillë në turizmin jashtë sezonit, pra që të vihej me një paketë të unifikuar me çmime jo aq të larta sa në verë, edhe nga klinikat? Pra e kemi mundësinë ta ndërtojmë një paketë të tillë që të quhet jashtë sezonit. Okej, kjo është një premisë e mirë për të shpresuar për të ndërtuar paketa në të ardhmen. Okej, shumë mirë. Unë nuk kam informacion shumë të detajuar mbi çmimet sa ç'kam për hotelet, po megjithatë. Po. Mikrofoni nuk punon, kam përshtypjen. Nuk e ke të ndezur mikrofonin. Po. Nuk thash janë të kripura, janë thash nuk janë çmime të ulta për xhepin e konsumatorit shqiptar.
Po, këtë e dim. Po kjo është arsyeja që të huajt vinë, domethënë për edhe përveç teknologjisë që është e fjalës fundit, ma merr mendja që një arsye janë dhe çmimet që janë më të lira se në vendet e tyre, prandaj vinë. Po. Kanë shërbime ekselent me çmime shumë të mira. Ne krahasojmë me Turqinë, që ata kanë ngritur piedestal këtu, i kemi ulur për çfarë çmime. Shumë mirë, kjo është një lajm shumë i mirë. T'ja japim fjalën dhe zonjës. Unë faktikisht kisha një pyetje thjesht, sepse është një pjesë shumë e hollë që ndan të ofrosh një shërbim ku ke një të specializuar që ka bërë një shkollë tani me ka investuar në teknologji të gjitha, ka bërë infrastrukturën dhe ku ndahet vija midis të ofrojmë të shërbim kualiteti lartë dhe thjesht biznesi i pastër me paketa sezonale në verë, në dimër, Prishtinë, më kupton? Jo, nuk e kuptoj. Në momentin që ne e kemi të ngritur një infrastrukturë, ofrojmë një shërbim, si kudo në botë, në Itali, në Gjermani, Kanada, normalisht që në fund të ditës, shëndetësia është një shërbimi që ofrohet, është një vetë të ndahet nga njëherë edhe nga thjesht biznes i pastër, po thjesht kemi një paketë dhe mund të variojë në bashkësi. Unë besoj se kjo është bërë sot gjatë gjithë ditës, pra është ndarë qartë fakti që ky është një turizëm specifik i cili kërkon përgatitje profesionale, pra nuk jemi duke folur vetëm për turistë, jemi duke folur për pacientë dhe për çështjen shëndetësore. Nuk e kemi ndarë me thik, ne po përpiqemi ta bashkojmë dhe jo ta ndajmë dhe sigurisht që nuk mund të jetë ndarë me thik, është fleksibël, sepse edhe hoteli, për shembull, sigurisht ka hoteli dhe gjithë infrastruktura turistike, ka momente të tjera ku lidhet me shëndetin, për shembull, po marr një shembull të thjeshtë që ndoshta nuk është, le të themi, fokusi i këtij samiti, por për larjen e çarçafëve apo mjeteve tekstile të një dhome hoteli, duhet përdorur një detergjent që nuk është për shembull alergjik për fëmijët e vegjël, të cilët do flenë aty, pra gjithçka është e lidhur me shëndetin dhe me mirëqenien. Edhe spat janë një lloj qendre mirëqenie të cilat përdoren. Absolutisht jo. E kam fjalën që gjithçka është e lidhur me shëndetin, por në rastin e mjekësisë, ma merr mendja që u tha këtu gjithë ditën që është një çështje shumë e rëndësishme që ka të bëjë me profesionin, prandaj dhe janë ftuar akademikët, Ministria e Shëndetësisë me radhë. Kam përshtypjen që ishte profesori që donte ta sqaronte këtë gjë, po nuk ishim duke diskutuar këtë gjë në fakt. Këto lidhen më shumë me standardet. Ne jemi në momentin më të rëndësishëm tani që kemi hapur kapitujt për NBE. Brenda 2 viteve duhet detyrimisht të plotësojmë standardet. 3 janë standardet kryesore që shqetësojnë çdo njeri dhe ne janë më të rrezikshme për të plotësuar. Mbrojtja e konsumatorit, mbrojtja e ambientit edhe kjo që ka bërë me sigurinë ushqimore dhe siguritë e tjera. Pra, problemi kryesor është plotësimi i standardeve brenda këtyre 2 viteve dhe ne jemi mbrapa, pra shteti e ka lënë mbrapa industrinë turistike duke mos bërë aktet ligjore, duke mos kaluar në proceset e standardizimeve dhe klasifikimit me yje. Dhe mendoj se është momenti më i rëndësishëm që në rast se ti do marrësh një standard, pastaj ti përgjigjesh atij standardin. Pra, në rast se ti vjen në këtë hotel, standardet e etikës, sepse nëse nuk ekzistojnë standardet e etikës. Në rast se ti vjen në këtë hotel dhe ke 5 yje, ky është i detyruar ti zbatojë ato standarde, sepse do ketë një kontroll mas 2 orë, dhe njëjta gjë do jetë për klinikën. Këtu nuk ka më, ti mund të kesh pajisje më të specializuar, më të po themi më të fjalës fundit, por problemi kryesor është shërbimi, është doktori, janë gjithë elementët bazë që përbëjnë atë të rëndësishmen. E kupton, një aparat mund ta bëjë më shpejt, po tjetri nuk do ndryshojë cilësia dhe standardi. Dhe një gjë që doja të thosha që është më e rëndësishme, është momenti që ne duhet bëjmë paketat përbashkëta, sepse këtë bën. Pra një njeri që vjen këtu duhet të plotësojë
kjo është diversifikimi i produktit. Jo thjesht që të vi për të bërë për të rregulluar një dhëm i cili është i detyruar të ri 3 ditë apo 5 ditë, po ai të shikoj muzeet, shikoj restorantin, shikoj të shkoj në Durrës, shohë plazhin, dhe këto paketat e përbashkëta, to do të jenë ato që do të kesh mundësi t'i marrësh më shumë të ardhura një turisti, sepse ne jemi pothuajse vendi i fundit në sipas Eurostat, nuk po marr shifrat e Instatit se pastaj ngatrohemi. Pra ne kemi 500 euro për turist në vit, Kosova ka 840 euro për turist, pra 2 herë gjysmë më shumë. Çfarë tregon? Tregon që turistët që shkojnë në Kosovë paguajnë më shumë. Janë refugjatët e vendit tyre që konsumojnë më shumë të ardhura, pa kaluar ke Serbia që është prapë më e lartë që në fundit s'ka lidhe me turizmin fare, domethënë 4-5%, dhe ky është problemi që ne duke punu bashkërisht mund t'i marrim më shumë të ardhura një turisti. Do të dëgjoj mendimin e profesorit, pastaj t'i japim fjalën Argjetës. Jo, duhet marrë shumë kohë, po për shembull ju më një fjalë për Turqinë. Unë aktualisht jetoj në Turqi, kam familje, kam punë. Dhe në Turqi për shembull ka ndodhur 2 ngjarje, pra kjo nuk ka të bëjë shumë me vendin, apo ka të bëjë, domethënë ka të bëjë me ekipin absolutisht. Domethënë hotelleria ose mënyra se si folë zotëria është fantastike. Domethënë këto gjëra ne duam t'i kemi, ç'është? Edhe në Shqipëri duam t'i kemi, edhe atje në Turqi duam t'i kemi. Unë atje kam përjetuar 2 ngjarje, njëra shumë e freskët, njëra është më pak e freskët. Është djegja e hotelit që ishte në Maqe, 100 larg 100 metra, doli në qafë, dhe që vllai e gënin në fund nga shteti, domethënë me 23 bullime të prerë. Dhe u bëshëm, po atje ndodhi për një arsye tjetër, po gjithsesi atje ndodhi. Po ishte një ngjarje shumë e re tani që ndodhi. Në një hotel një familje u hemuan nga pesticidet që ishte dezinfektuar një dhomë më poshtë. Pra dhe atje bëhet kjo nuk ka të bëjë shumë me shtetin se sa i fuqishëm është. Ne si Shqipëri e vogël kemi shumë shanse. Ne harrojmë gjërat e mira, si që është hotelleria këtu po zhvillohet shumë. Pjesa mjekësore po zhvillohet shumë, pjesa e shërbimit në restorante, pjesa e shërbimit të njerëzve. Ne kemi një fuqi, domethënë njerëzit e rinj dinë shumë gjuhë tuaj, këto nuk janë as në Turqi nuk janë. Domethënë ata mund të kenë shumë mjete financiare, por nuk kanë një pjesë të burimeve ose të ndërtësisë njerëzore që kemi këtu. Kurse ti konfutet në mes mjekësia, aty është vërtet problem. Po nuk ka gjë, ajo si do që tjetë, po të përputet sezoni. Për shembull ju, aty çfarë ka ndodhur në Turqi? Në fund ata si duhet s'kan bashkuar dot me këto klinika. Dhe i kanë bërë klinika në hotelet e tyre. Do të dini që një pjesë e klinika më të mëdha të flokëve janë brenda hotelit. Ka një katër, e kanë marrë një familje. Do me thënë me këtë logjik tani bie që Fatosi të fillojë të ndërtoj klinikat e Jo, veta, ideja është- dentare, estetike, dhe t'ju marri punën juve. Jo, absolutisht, por tani po Pra, flasim në vija të trasha, po se them. cili Në fakt, ne jemi partizan të unifikimit dhe të bashkimit sa të fragmentarizimit, sepse çdo lloj fragmentarizimi në fakt sjell pritje çmimesh, mungesë shërbimesh etj etj. Kështu që kanalizimi i disa drejtimeve më të shëndosha do ishte më i udhës. Po, Fatos? Po. tani ideja është për sa i përket masave të sigurisë, nëse ka, domethënë një biznesi ka shumë interes, domethënë për sa i përket domethënë të ketë masa ekstreme sigurie dhe nuk certifikohen hotelet nëse nuk i kalon të gjitha këto fazat që diskutuam bashkërisht, që do në qoftë te pjesa e zjarfikse, pjesa ushqimore, të gjitha, sepse ne çdo fillim sezoni e kemi domethënë që vinë kontrollet, ricertifikohemi çdo vit për të gjitha këto gjëra që themi, përsa i përket sigurisë. Ndërsa përsa i përket ambienteve që mund të krijohen brenda hotelit, prandaj thashë me diskutuam se ndoshta prandaj është edhe ky summit domethënë që na shërbej të gjithëve, unë ndoshta nuk ka dhe vend fare, por ideja është që hotelet tona mund të kthehen domethënë në qendra rehabilitimi, ajo ideja atyre austriakëve dhe gjermanëve që folën dhe me Zakun, ishte ideja që ata do të vinin dhe donin 2 kate hoteli, për shembull kam 1000 dhoma, donin 2 kate hoteli që t'i kthenin, ta përshtasnin, domethënë për të rehabilituar ata turistë mjekësor, domethënë që ata do sillen për rehabilitim një Po muaj. që shërbimet duhet i marrin në klinikat tuaja, normalisht. Kjo tjetë që na ngacmoj të gjithëve, domethënë nëse kemi ndonjë njerëz, ndonjë biznes, domethënë bashkëpunëtor tuaj, nëse ekziston kjo mundësia, domethënë ne jemi të hapur, kjo është ideja. Dhe i afrojmë
Përse i përket sigurisë, ashtu si shkeni ju merak të klinikat tuaja, të bizneset tuaja mjekësore, ashtu është e njëjta gjë funksionon edhe te hoteleria, sepse nuk të lë, edhe sikur duam ne, po dhe ne hotelierët, të cilët ishim me zero eksperiencë, tani jemi me një eksperiencë 10 vjeçare, 15 vjeçare, të cilën dhe të gjithë pothuajse unë kam 90% turistë të huaj për sezonin 4-5 muaj. Domethënë vetë kompanitë nuk të lejojnë domethënë që ti të akomodosh pranë strukturës, domethënë pa plotësuar kushtet, kriteret bazë që këto nuk quhen luks. Këto janë kriteret, janë baza domethënë e gjës, domethënë të strukturave. Mua më vjen mirë që Po, pikërisht. Mua më vjen mirë që në fakt paneli i ekspertëve të turizmit zgjon debat, sepse gjithçka kërkon infrastrukturë dhe gjithçka kërkon infrastrukturë dhe infrastruktura bazë, 3 shtyllat bazë të turizmit janë akomodimi, gastronomia dhe ekskursionet në turizëm. Tani unë ma merr mendje që duhet jetë me 4 shtylla bazë, pra që duhet kemi edhe turizmin shëndetësor, po duke qenë se folëm edhe për, le themi, dashuria, mikpritja etj, një prej aspekteve më të dashura është ushqimi, se gjithë ata kërkojnë që të hanë mirë dhe në Shqipëri hahet mirë. Me plot krenari e themi që Shqipëria ka dominuar Ballkanin për ushqimin më të mirë dhe më cilësor, sepse nuk e kemi thënë ne, por e kanë thënë turistët vetë nëpërmjet reviewve, pra përshtypjeve në internet. Ardeta, që është, le të themi, një eksperte, një food lover, pra një dashuruese e ushqimit, përpara se ti të thuash ato që do të thuash vetë, unë do bëja një pyetje specifike. Për shembull, kemi turistë të turizmit dentar. A ka një trajtim special ofertash gastronomike për ta, sepse duke qenë se ata kanë të bëjnë me diçka si goja, besoj se duhet kene edhe disa specifika të trajtimit të ofertës kulinare, që nuk mund të konsumojnë ushqim si të gjithë të tjerët, ndërkohë që janë gjatë ushtrimit ose ofrimit të shërbimit. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që jeni të gjithë këtu sot, të ndjem shumë e nderuar, gjem durmes profesionistëve, të fushave të ndryshme, por edhe turizmit në këtë rast. Unë jam një food lover, jo le të themi po full time food lover, dhe tashmë edhe zyrtarisht me një biznes SHPK për pos OJF-s që kam prej 10 vitesh. Sa herë që kthehem te kujtimet e mia të fëmijërisë, vetmja gjë që më vjen në mendje është një od me oxhak dhe me miq të mbledhur përreth, të ulur në shilte, ku i mat gjithmonë kujdesej që mezet dhe rakiat mos mungonte kurrë dhe ku gjyshi im mbante odën me muhabete dhe këngë. Kjo është ajo tradita jon për cilën unë jam shumë krenare dhe po përpiqem shumë që ta them shpeshherë me zë të lartë, dhe nëse ne po të mikpresim sot turist, duhet ta fillojmë nga tradita dhe nga ajo çfarë ne na bën unike, përpos investimeve që bëjmë në luks dhe në akomodim që shumë mirë, por nuk duhet të lëmë më njanë pjesën e ushqimit, gastronomisë dhe traditës tonë. Që nga 2014, unë kam themeluar shoqatën e ushqimit dhe mirëqenie, se cila ka qenë një ofrues si trajnues i të gjitha stafeve të sektorit, nëpërmjet trajnimeve, certifikimeve, por edhe punësimit, sepse një nga hallkat e dobta që unë mendoj që sektori ka vazhdojnë të jenë burimet njerëzore, qoftë ato të pakualifikuara, po qoftë edhe ato që tashmë nuk janë as në numër, pra jo më të kualifikuar, por nuk i kemi as si individ, si kontingent për t'i trajnuar. Megjithatë, nuk dua të lëmë më njanë gjithë zhvillimet që janë bërë, sepse nga 2014 dhe sot turizmi ka marrë një përmas të jashtëzakonshëm në shumë investime dhe në shumë përmirësim që është bërë dhe është zhvilluar, por do doja që ushqimit t'i vendosim atë theksin primar dhe mikpritjes, sepse shumë mirë që turistët po na vinë nëpërmjet turizmit mjekësor apo turizmit thjesht, turizmit bregdetar apo malor, por si do t'i mbajmë këto turist. Dhe mendoj që pika jone fort është gastronomia dhe mikpritja. Një nga ato eksperiencat paktën që unë vlerësoj dhe mendoj që një turist duhet marrë nga një vend, është shija, patjetër. Ajo çfarë na bën unik, nga ajo çfarë ne kemi ardhur dhe ajo çfarë na diferencon, duke ofruar jo vetëm komoditet edhe infrastrukturë,
por edhe shije. Sigurisht, kjo ishte edhe spuntoja për cilën unë së fundmi krijova Food Lovers Albania. Food Lovers është një koncept inovator që bën bashkë pasionin për kuzhinën me eksperiencat kulinare, për ta bërë si një destinacion për të gjithë turistët që duhet vinë dhe ta prekin recetën shqiptare, gastronominë shqiptare, historikun e asaj, me cilën ne jemi rritur, për ta prekur nga afër dhe për ta shijuar, duke ofruar cooking classe të ndryshme, wine tasting apo prezantime të produkteve made in Albania. Kështu që juftoj të gjithëve që të bëni pjesë e klasave tona, sepse nuk janë vetëm për turistët, por janë për gjithë ata që janë vërtet food lovers, sepse shija e vërtet fillon nga tavolina. Për t'i përgjigjur pyetjes Florës, pak më parë tek po dëgjoja gjithë profesionistët që po flisnin, kryesisht mjekët, më erdhi në mendje që thash, siç do të bëjmë paketa edhe me pjesën e hoteleve, mund të bëjmë paketa edhe me food lovers, dhe t'ju ofrojmë paketat personalizuara, nëse po flasim për pjesën dentare, mund t'ju gatuajmë sultjazh, dhe do t'ishte shumë e përshtatshme që edhe të mësonin se si gatuaj sultjazhi dhe ta konsumonin. Kështu që kjo ishte ajo që kisha për ta. Kemi një kuzhinë shumë të pasur që në të gjitha dimensionet e saj vlen për ta prezantuar edhe për ta përcjell tek turistët dhe për te i tyre. Në fakt, turizmi prandaj është i bukur se ka shumë ngjyra edhe shumë shije, dhe ajo që unë do thosha për ta përmbyllur, ju të sektorit të mjekësisë dhe të shëndetësisë jeni me fat, sepse ngjyra juaj që ju përfaqëson është edhe ngjyra e turizmit. Domethënë kjo ngjyra smeralda apo turkeze është edhe ngjyra e turizmit, e detit, e qiellit, dhe shpesh herë logot e Agjencisë Kombëtare e Turizmit kanë anuar nga kjo ngjyrë, e cila është ngjyra që përfaqëson. Kështu që gërshetimi i turizmit shëndetësor me turizmin në përgjithësi, unë mendoj që vetëm e fuqizon ofertën turistike shqiptare, por ashtu siç thash edhe në fillim të bisedës së panelit, dhe do shpresoja që impakti i këtij samiti ose jehona e këtij samiti të mos mbetet vetëm brenda kësaj salle, të gjitha njësit, pra bizneset, po i themi biznese janë, përderisa janë aktivitete private dhe gjenerojnë të ardhura, do të thotë që janë biznese, të komunikojnë pak më ngushtë me strukturat e tjera dhe me infrastrukturën tjetër të turizmit në Shqipëri, që oferta turistike në një të ardhme jo të largët të jetë sa më e unifikuar, sepse të gjithë do fitojmë nga kjo. Ka në botë paketa ose oferta që zhvillohen me karta e turistit, e cila merret qysh në aeroport, të siguron ty disa shërbime urbanin, vizitat në për muze, aty brenda mund ketë një klinik vizit sysh falas, për shembull, mund ketë një kontroll shëndetësor falas, ose mund ketë diçka tjetër që e sjell turistin në klinikën tuaj pa paguar asgjë, ose duke marrë një shërbim fillestar ose sipërfaqësor, i cili pastaj mund bëhet një klient i ardhshëm i juaj. Kështu që ju ftoj të gjithëve që të jeni më bashkëpunues me sektoret e tjera të turizmit, dhe faleminderit që na ndoqët edhe në këtë panel.